kultura ka qenë dhe është një kulturë e sjelljes, të cilën ne konsiderojmë artistët, konsiderojmë që besoj që takimet të tilla mos janë vetëm që në këtë mënyrë dhe duhet bërë edhe politikat. Në sektorin e juj, programin ne kemi bërë bashkërisht tash 2 vite. Unë jam shumë interesuar të gjej edhe pikpamjet e juja për gjëra shumë më thella, më domethënëse, sepse programi është shumë i ngushtë, më i reduktuar. Por ajo që du ta kuptoni ju prej meje, prej ekipit tonë, është që keni dashamirë të kulturës dhe artit brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, si të kuptojmë në thelb, dhe kuptojmë kulturën jo vetëm si platformë të një kujtese kombëtare, jo vetëm një përgatitim të tashmës, por vërtet një shpresë për tatën e Kosovës. Sepse një vend pa kulturë s'ka vend. Një vend pa art është i zëmt. Edhe fatkeqësisht Kosova është bërë një vend i zëmt, në mungesë të perceptimit dhe temit kulturës në nivel të infrastrukturës. Po si kur të kishim pas interes për kulturën sa kemi për infrastrukturën, aty të përpare, kishme qenë shumë më mirë për vendin. Edhe në aspektin e ndërtimit të shoqërisë tonë, vetë fajpërit të shoqërisë tonë, të njerëzve tonë, edhe në aspekt të diplomacisë, për cilën Kosova ka shumë atje për nevojë, si që tjetër. Prandaj në këtë drejtim, ne duam ta ndryshojmë rrethësisht, ndoshta për herë të parë shumë vite, mbështetjen për kulturë, për art, jo duke trajtuar si diçka të fundit, edhe në atë, dhe t'ja them drejtën, edhe në atë diskutimet partijake kur bëhen tek ministrit, çka mbet e fundit është kultura. Pra kurse merr askush, hajde do sot një kulturë çdo merr edhe jo. E kjo tregon më tepër varfërinë politike që e kemi. E mendoj që LDK i takon ta bëj këtë ndryshim radikal në mendsinë e politikëtorjes dhe ta kuptoj se nëpërmjet kulturës i shërben vendit shumë atje për civilizacion. Fatkeqësisht problemet janë shumë thella, unë kam kontakt me shumë nisën të juve, rrim vazhdimisht, dhe të dëgjoj vazhdimsi, disa janë shumë teknike, disa janë të leprës ligjore, disa janë financuese, disa janë mungesës transparencës, disa janë selektivitetit, disa janë mungesës dijes plot, se çka është e rëndësishme për Kosovën. Fatkeqësisht komuniteti është lëmanash edhe në aspektin e mbështetjes financiare. Si arti i lirë, si i strukturuar, organizuar brenda institucioneve është për shumë i lënë pa mbështetje financiare, për cilën besoj se duhet të kemi përgjegjësi shtetërore. Dhe ne do të ndajmë mjetet domosdoshme nevojshme. Unë di që nuk keni financiar ekonomist, unë jam ekonomist, buxhetin dojmë me liru prej zhvillimi dojmë liru prej buxhetit. Por zhvillimin infrastrukturor të Kosovës nuk dojmë po prej buxhetit. Zhvillimin dojmë po me kredi. Buxhetin dojmë po për gjithçka tjetër. Nga kultura deri te mirëqenia. Kjo është transformimi thelbësor, sepse një shtet mund zhvillohet me buxhetin e vet që ka, asnjë shtet nuk zhvillohet, secili shtet zhvillohet me kredi. Në momentin që lirojmë buxhetin për zhvillimin, por zhvillimin nuk e bëjmë të lidhur me buxhetin që ka Kosova apo me kredi afatgjate, gjithçka hapet në zonën e investimeve dhe kulturë. Por gjithsesi disa prej projekteve bazike që kemi infrastrukturore kanë bëjmë me infrastrukturën, që janë në domosdoshme, pa infrastrukturë fizike s'mund të pasas performancë, prandaj ne kemi disa prej objekteve infrastrukturore që duhet më ky shpejt. Po të them shpejt edhe 2 vite të para, nuk ka arsye më atje për Kosovë. Kam fjalën për teatrin e ri të Kosovës, i cili është i mbyllur, edhe tash s'kam çfarë flas për këtë çështje. Teatrin tani shumë e kemi zotuar për parimet që do të bëhet teatri i Prishtinës, por na duhet një objekt i ri teatrit modern të Republikës Kosovës. E diskutojmë me komunitetin ku si duket, çfarë elementi do të ketë, por do të jetë një objekt dinitos, sepse është pasqyra e parë e një shteti para secilit tjetër. Është tragjike që teatrin kombëtar kemi tash sa vite, 3 vite edhe në vend, me 5 mbyllën, që është domosdoshmë një objekt fizik, si do të folë për diçka tjetër. Një shtet kur s'mundet teatrin e vetëm pas të investuar me të hapun, është tragjike me përparimin me dolën e ditë, edhe kishim kontraste, ne kishim shpinë Madrave, Gërmin, në anën e djathtë, kishim pallatin në anën e majtë. Kjo ishte një rënoj, e cila është shndruar me zillat e një pikë referencë të kujtesës shumë të vlefshme që janë, edhe të LDK-s, se dalloj LDK-n prej artistëve të mëdhenj me të drejtë, sepse ka qenë një është një lëvizje. LDK si parti politike sot mund të jetë sugjerore, por si lëvizje popullore mëdhenj ka qenë populli i Kosovës, kryesisht intelektualëve dhe artistëve në atë fazë.
Dhe kontrasti tjetër është teatri i mbyllur që 5 vite, po teatri i ri kombëtar do ta bëj. Me një herë. Me preparimin do ta gjejmë lokacionin, ai do të jetë në Prishtinë, natyrisht teatri do të jetë në Prishtinë. Preparime e kanë të mirë që nuk e refuzon projekte të mëdha, përkundrazi do s'ka thotë që ti parat. Ose parat janë, të gjejmë lokacion të mirë, të bëjmë të përshtatshëm, e më pas ta mbështesim institucionin që të ketë performancë, të ketë jetë si objekti pa pjesën tjetër është vetëm objekt. E dyta është teatri operas dhe baletit. Dikush më ka thonë që du t'i bëjmë bashkë, si bëjmë bashkë, ndoshta s'du t'i bëjmë bashkë, ndoshta t'i ndajmë, le t'investojmë pak më tepër, le t'jemi pak më avanzati, le t'jemi pak më ndryshe si popull, le t'aspirojmë më shumë. Më shumë se Shqipëria, nuk po pak. Shqipëria është bukur e avancuar, bukur e kuptueshme në këtë drejtim, po le të bëjmë një hap më tutje, le t'jemi ne qendër, Kosova le të jetë qendër e kulturës shqiptare. Natyrisht ne kemi Kosovë centriste, në këtë drejtim nuk mërzitemi fort për zëra tjera, por duam që Kosovës t'i japim se ka shpirtin. Po teatri operas dhe baletit do të bëhet, dhe do ta bëjmë. Por janë dy muze, objekte fizike, janë të vetëm për objekte fizike. Më është muzeu i paqes dhe rezistencës. Na takon ta shpërfaqim edhe periudhën e 90, edhe luftën, në një objekt fizik dhe institucion vëllëmisht permanent, për secilin që vjen, po mbi gjitha për fëmijët e Kosovës. Pra ne tonë du të edukojmë, e të mësojmë për periudhën tonë shumë të rëndësishme që kemi pas në 90-ën edhe të luftës, se po e harrojmë. E më pas dhe vizitorët tjerë që vinë Kosovë ta kuptojnë historinë e Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme, edhe për këtë prapë na duhet një lokacion, një objekt modern, e më pas një muze permanent, dhe natyrisht e kemi edhe muzeun e artën bashkëkohore. Dhe për këtë natyrisht na duhet konsultime fizike. Risi kemi ndërtimin e së paku dhe qendrave multifunksionale në secilin qytet Kosovës, sepse s'duhet kulturën ta kufizojmë vetëm në Prishtinë, në fakt duhet jetë shumë më gjerë. Dhe natyrisht çështja e financimit. E di që kritikat më të mëdha kemi për financimin, nëse si qeveria shpërndon fonde, kryesisht duhet një fakt financimi të interes, të transparent, nëse mendoj që duhet ta fuqizojmë dhe të pavarësojmë dhe të jetë kalitet transparente, në mënyrë që njerëzit të nxiten të kenë krijimtari. Dhe kjo krijimtari të shpërblehet natyrisht. Një kategori shumë të veçantë që kemi është artistëve të lirë, që s'kan nevojë për as objekte fizike, por kanë shpirtin e vet. Edhe kjo është pak më thellë, unë nuk jam ekspert i kësaj çështje. Besoj që ju jeni ekspert i kësaj çështje, por një politikan që ti më dëgjoj, dhe mbi gjitha duam i dhënë kulturës dhe artit mbështetje. Unë jam pak më kërkues për preparimin dhe pasjetën e natës të Prishtinës më të çelot. Po zhurmë është i pengu shumë njerëzve, po duhet me bëni zgjidhje se Prishtina sa të ka pas. Jetën gjallëninë e rrugëve, gjallëninë e Prishtinës. Preparimi është jashtëzakonshëm është. Për të jemi me fat që kemi rekrutuar komunës e preparimit se i Kënaqësinë që jemi këtu së bashku me komunitetin e artit dhe kulturës, dhe së bashku me Sibelin gjatë 4 viteve të para të qeverisjes këtu në kryeqytet. E kemi bërë një transformim, mendoj kogja të madh, kogja radikal në aspektin e artit dhe kulturës, ku edhe kemi kthy shumë hapësina të cilat kanë qenë për para të shfrytzuar për art dhe kulturë, pastaj janë transformuar në hapësina komerciale që kanë zhduk atë artin e kulturës. Unë e shoh kryeqytetin Prishtinën si një vend që duhet të pas pikërisht karakterin e artit dhe kulturës kyç. Edhe këtë kemi bërë, edhe me manifesta bienale kemi qit faktikisht Prishtinën në nivel botëror si kryeqytet të artit dhe kulturës, ku edhe kemi kriju mundësi shtesë për artistët që me përdor këtë platformë për me prezantu pastaj edhe në nivel botëror në vende të ndryshme, dhe në Italia e kulmit të Grandit, ka shku edhe ka prezantu në kulm të Metropolitan Museum në New York, po e përmendi vetëm një, edhe kjo është një prej artistëve tonë që kam rrimë e bokte.
Edhe kjo tregon rëndësinë e investimit në art dhe kulturë, edhe pastaj për këtë arsye jam falendërues Lumire që një pjesë e madhe e programit të Lidhjes Demokratike të Kosovës fokusohet për me qitë më pa artin e kulturën edhe në nivel qendror. Kemi pa ne përkundër faktit që kemi shtyp proceset përpara për shembull të transformimit të Gërmis, ndërtesa e Gërmis në një muze të ri të artit, me ndërlidh me të edhe sallën konceptuale. Pra kemi investu, kemi kry projektin, ne kemi huma arkitektin e njohur botror japonez, ku projekti është i gatshëm, po për fat të keq për shkak të sanksioneve që kemi pas tash më shumë se 2 vjet, ka stagnu ky proces, mirë po prap. Kemi shtyp përpara, kemi hap aty reporting house, tash kemi pru Deep Space. Deep Space është për secilin prej jush që nuk e ka vizitu këtë hapësirë, tash është e hapur, edhe ju sugjeroj me shku edhe me pa këtë hapësirë, sepse e ngrit potencialin e klientarisë në nivel krejt tjetër, në dimension krejt tjetër. Andaj, unë jam falendërues që edhe Lumiri në programin Lidhjes Demokratike të Kosovës i ka dhënë një fokus shumë të madh skenës të artit kulturës, në bashkëpunim me Sivelin, që ka bërë një punë të mrekullueshme edhe në nivel lokal, tash edhe në nivel qendror. Prandaj i shoh këto 4 vitet e ardhshme në kryeqytet, nuk po flasim për kryeqytet, dashnin teme. Nuk kam asnjë dyshim që kemi pas një proces lulëzues në të gjitha sferat. Por ajo që është shumë e rëndësishme, që ne njerë për gjithmonë do të rahatojmë infrastrukturën fizike, se vërtet 2 dekada e gjysmë që gjithë kohës ne kemi bërë, do të kemi pas ankesa të ndryshme, që nuk ka teatër, nuk ka opera, do të thënë objekte operas dhe baletit, do të thënë gjithë kohës ne kemi, do të thënë shqetësime të ndryshme. Por një gjë është shumë rëndësi që kryeqyteti ka dhënë shembull realisht edhe për nivelin nacional se si duhet funksionuar sa i përket artit dhe kulturës. Por natyrisht një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, ne nuk kemi fokusuar vetëm në pjesën urbane. Kemi decentralizuar faktikisht kulturën edhe artin, kemi krijuar hapësira të ndryshme dhe me kodrën e Trima kemi inicu pashtu shtëpitë shkolla të Herticëve, që është një muze që do të bëhet së shpejti. Pashtu kryetari përmendi edhe bunkerat nga një hapësirë të ekur e errët, e kemi shndruar, e kemi transformuar në një hapësirë të artit dhe kulturës. Ka shumë nevoja që ndihmë i prekim të atë çdo ditë, po një nevojë është imediate në këtë vend. Të ndrohet kjo qeveri që nesër. Në qoftë se kjo ndrohet nesër, kretë këto çka u kanë marrin kuptim. E këtë mundësi e kena nesër. Gjatë 2 dekadave, kultura u thonë një kombinim për një fond kur s'kam rrinë u finalizu marrëveshja, e ka thonë për të dhënë dhe qëto. Po, kjo merr kuptim nesër. Unë sot nuk do të flas për kulturën, kultura e tyne u pa, një teatr që 5 vjet u merr për marrë. Dhe në këtë që menoj, që nuk dua të zgjas, nesër është ditë me rëndësi për ne dhe për gjithë Kosovën. Faleminderit shumë. Unë për e tham juve si staf që jeni, sukses për ditën e nesërme, e besoj mas nesër kam jeton urinë. Tashti, ju thashë unë di pak në skenë me folë, po flasë aty ku më dhanë mësë shumëti, ku i kam kalin 50 vite, ku i kam rritë fëmijët, ku jam dashënu, ku jam martu, ku jam po më dhanë fëmijët kolegëve, ku ka shkëndora jem adje në podrumi që ishte plot ujë, edhe lumë të macën. Jau, thesha, macën, jo, nora është aty. E shqive të ashtë i këtë teatri jonë, që është marru në 25, në 25 një bjerë në 45, në gjuhën tonë, gjejë. 45 unë kam jetu nga teatra, ishtë i marru me Qerpiq, ju e dini që është për Qerpiq? Jënë tullet pa pjekume, dhe është me lanë. Kur hesë, që është ndërë herë këni që në teatrin, që shumë pak kam pa politikanë që kanë ardhë në teatrin tonë, se më kam darë për aty që 10 vite,
Po, kur ka qenë ai që i thoni e nga merë, hajna ka shpesh. Prandaj edhe kjo që thot popli prish hajak e maro qardak, për tuta që edhe qatë sallë që e kemi pas po mja hupin akustikën, kryetar Abdigjiku. Më vjen mirë se të shoh në televizor, por afër nuk kam pas veçën të djalëri se pekenizë veç presin, dhe 30 presin. Për neve plesve, na e fjallë që do një me nësu, na e fjallë plesnarve, aty jemi, po esni për para dhe punoni. E parim, faleminderit që e keni ndrejsh bashkë me Sibelin edhe me Lumirin Dodonën se të përmerë me pasmina Dodonën. Jo ishte të prish hajak Marak Qardak se unë e një shpi që 50 vjetë jam me renovu. Me renovu, prish e Marak, kur s'po më del të marë. Unë jam thellësisht i bindur që identiteti e këtij vendi dhe idenë e madhe për lirin e ka krijuar Zoti Ibrahim Rugova me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kjo ide që është rrit, është në përkang, është poshtnush, shpesh herë. Me gjithat e kanë nga vënyve, ka kriju identitet, tash i gjenë para një dilemet jashtëzakonshme. Të rimarë shpirtin edhe njëherë dhe ta fuqizoj e ta krijoj, ta zgjatëroj shtetin e Kosovës, ose të degradoj dhe të shkatërrohet përfundimisht. Jemi në një udhkryq, të jesh atë nësjesh, përfundimisht si çdo ta njëjtë. Dhe shpresoj se ardhmja me gjithë atë do marrë fuqi, do marrin fuqi gjithë bashkë, do i thrasim mandjes, dhe do e bëjmë shtetin e njërë. Se LDP-ja dita bëj shtetin, e ka dëshmu, unë e uroj që dita e nesërve ta bëjmë pesën e malla që po e presin gjithë, nuk jemi as vetëdijshëm në pa rreziku jemi. Unë sinqerisht shpresoj që shqiptarët do të vrasin mendjes dhe nesër do të votojnë për Lidhjen Demokratike të Propozimit.